lëvizjen vetëvendosje në koalicion. Njëjtë siç po e bën edhe LDK-ja. Madje nuk është tentativa më e madhe është për të ofruar PDK-n, e kam fjalën nga kanalet jo zyrtare të cilat i përdor lëvizja vetëvendosje, më shumë është e interesuar për PDK-n se sa për LDK-n. LDK-s i çon disa vargje publike, ndërsa PDK-s i çon seksen dhe i çon ndërmjetësues për të ofruar dhe për të bashkëqeverisur tutje, madje duke shprehur gatishmërinë për të diskutuar edhe mbase deri te pozicioni i kryeministit. Në këtë kuptim, shiko, partitë opozitare që kanë qenë deri më tash nuk ju konvenon me që të rezultat të shkoj në koalicion me lëvizjen vetëvendosje. Për shkak që kjo periudhë e dëmton vetëm lëvizjen vetëvendosje dhe i forcon partitë opozitare. Partitë opozitare ju konvenon edhe një herë më shku në zgjedhje dhe do të shohim komplet një rezultat ndryshe. Prandaj nga aspekti politik, analitik dhe strategjik, secila parti politike, sidomos PDK-ja dhe LDK-ja që mund ta analizojë brenda vetes, nuk i del përgjigje për po me koalicion. Prandaj e po edhe refuzimin që tash ose qëndrimin e njëjtë që LDK-ja tash na e dha përmes zotit Zemaj, që e tha deklaratë dëshirore dhe përmendi diktatin, për shkak që e ka përjetuar diktatin e zotit Kurti në lëkurën e tyre Lidhja Demokratike e Kosovës dhe në këtë frym pra e ka të pamundshme dhe nuk e ka vullnetin për të bashkëqeverisur me zotin Kurti. Prandaj vështirë për të pa një zgjidhje përveç zgjedhjeve. Mirë, Gashi, njëjta pyetje, cili do të ishte përgjigjja PDK-s nëse shkohet në një ofertë të Kurtit shep backlash kështu të fuqishëm apo do të jetë ndryshe me PDK-n? Jo, nuk mendoj nëse vjen deri te PDK-ja. Mendoj që nuk janë konzumuar ende kanalet edhe disponimi politik për kështu më mbyll dyert e bashkëpunimit edhe gjetjes alternativave edhe mundësive që procesi i ndërtimit të negociatave apo rifillimit të negociatave edhe këtyne kërkesave për bashkëqeverisje dhe për bashkëpunim koalicion partneritet, ta quajmë politik me LDK-n nga vetëvendosja kanë përfunduar apo kanë mri në stadin ku duhet të shkohet tani të PDK-ja si zgjidhje për krimin e institucioneve. Prandaj nuk mendoj që jemi në atë fazë, mendoj që procesi duhet ta kuptojmë që kjo projekti i bashkëpunimit apo procesi edhe indikatorët për një proces të ri janë që nga mbrëm me intervistën edhe riafirmimin e nevojës për të bërë një koalicion, i përdorim këtu fjalët e zotit Kurti, ideal që do të ishte LDK dhe zoti Dimaj dhe pakicat jo serbe. Prandaj kjo tregon mjaft edhe disponimin edhe ta themi kështu vullnetin politik edhe planifikimin politik të vetëvendosjes së zotit Kurti në relacion me LDK-n, jo në relacion domosdoshmë me gjithë respektin me zotin Zemaj edhe me gjithashtu taktizimin e tij sot në këtë deklaratën para se të kyçet në parlament. Nuk pritet të thotë ndryshe, natyrisht që pritet të deklarojë diçka të tillë, nuk ulet edhe nuk rritet pazari duke u nënshtruar edhe duke u si themi kështu duke u pajtuar për gjithçka, është sa për të konzumuar publikisht apo mbajtur qendrim. Natyrisht që vendimet edhe vendimarrësit edhe në LDK nuk janë vetëm me emra të lëveshëm kështu si zoti Zemaj, por janë organet ato të cilat vendosin, edhe mendoj që do të prevaloj kjo, edhe mendoj që do të shohim, në fakt jam i bindur që në politik edhe në politikë bërje proceset e bashkëpunimit, kanalet e komunikimit nuk ndalen kur, ata nuk ndalen mes armiqve që janë në luftë, lërem mes kundërshtarëve politik në paqe dhe në demokraci, siç është në Kosovë. Sa për konsumim edhe sa për PDK-n, shoh që nuk ka do të thotë as disponim as vullnet të shkohet deri atje, të themi kështu deri në bashkëpunimin apo ftesat apo kërkesat, edhe pse në dukje kështu duket që
edhe në paraqitet publike të liderëve të PDK-s,